A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar profesor, të nderuar studiues, të nderuar dashamirë të shkencës, të arsimit, të kulturës, në emër të Këshillit Organizativ, ju përshëndesim, ju urojmë mirëseardhje, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë konferencë dhe pa humbur kohë do ta lusja drejtorin e medresës që seancën e parë na filloi me leximin e disa ajeteve nga Kur'ani famlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Falenderoj drejtorin për leximin e këtyre ajeteve. Në emër të Këshillit Organizativ, me lejoni që të shpreh kënaqësinë tonë jashtëzakonshme për faktin se konferenca e cila tani do ta filloj punën përmes leximit të kujtesave, çdo men se ka zgjuar kërshërinë dhe interesimin e shumë punonjësve shkencorë. Me vetë faktin se janë paraqit me kuntesat e tyre mbi 65 referues, kjo tregon se kjo është konferencë serioze, apo jo. Prandaj, që në fillim do t'i kisha lut referuesit që ashtu siç edhe kemi përmend në program, koha e përcaktuar është 10 minuta për me lexuar dhe mundësisht me respektuar këtë kohë. Dhe në anën tjetër, diskutimet do t'i lëmë në fund të seancës. Pa humbur kohë, e ftoj profesorin e parë të paraparë në program, profesor Nehat Krasniqi, i cili do të lexon kujtesën e tij me temën Medreset në Kosovë nga fillimi deri në rënimin e pashallëqeve osmane në shtërë shqiptare. Pashallëq shqiptare. Përshëndetje.
medreset në Kosovë nga fillimi deri në rënimin e përshallëqeve shqiptare. Në historinë e edukimit dhe të arsimit shqiptar, periudha osmane shënon një kthes zhvillimore të pakrahasueshme me periudhat historike pararendëse. Kjo kthes karakterizohet si për nga cilësia e kurrikulës që ofronte sistemi edukativ arsimor osman, po ashtu edhe për nga përmasat e shtrirjes së institucioneve edukative arsimore në trojet etnike shqiptare. Këto dy karakteristika përcaktuese të edukimit dhe të arsimit të periudhës osmane në mbar hapësirën e shtrirjes së pushtetit osman, i detyrohen në radhë të parë qëndrimit të fesë islame ndaj edukimit, arsimit dhe shkencës, kurse në radhë të dytë i detyrohen organizimit dhe funksionimit të sistemit edukativ arsimor në shtetin osman. Në anën tjetër, faktori më relevant për funksionalizimin e sistemit edukativ arsimor dhe për zhvillimin e edukimit dhe arsimit të miletit islam në përgjithësi dhe të shqiptarëve musliman si pjesë përbërëse e këtij mileti në periudhën osmane, ka qenë institucioni i vakëfit. Fillet e para të veprimtarisë arsimore edukative në këto troje datojnë qysh nga periudha më hershme e krijimit të bërthamave të para të komunitetit shqiptar musliman. Kjo veprimtari në fillimet e saja është zhvilluar në xhami ose pranë xhamis, përkatësisht, pikërisht për këtë arsye, edhe historia e kësaj veprimtarie ndërlidhet me historinë e ngritjes së xhamive të para në këto troje, që ka filluar në vitet e para të vendosjes së pushtetit osman. Të dhënat që ka sot në dispozicion shkenca e historisë konfirmojnë se xhamitë e para në trojet shqiptare janë ngritur në manastir nga fundi i shekullit 14 dhe nga fillimi i shekullit 15. Sistemi arsimor edukativ osman njihte 3 cikle apo nivele shkollimi. Cikli i ulët realizoi në mektebe, respektivisht në mejtepe, siç i quhen të populli ynë, ndërsa cikli i mesëm dhe i lartë i shkollimit realizohej në medrese. Përveç këtyre llojeve të shkollave, në kryeqytetin e perandorisë osmane funksiononte një shkollë shtetërore speciale që quhej Enderun, në të cilën bashkë me fëmijët e sultanit përgatiteshin kuadrot e arshëm të administratës dhe të fushveprimtarive të tjera shtetërore osmane. Nga kjo shkollë më prestigjioze osmane ka ndalur edhe një numër i konsiderueshëm kuadrësh të larta shtetërore nga radhët e popullit shqiptar. Kuadrin mësimor në mejtepe e përbente mësuesi, muallim dhe repetitori, halife, kurse në mungesë të tyre imami, respektivisht muezini i xhamis së mejtepit përkatës. Në mejtepet e njohura të qyteteve janë angazhuar edhe mësues të kaligrafisë. Mësuesi i mejtepit duhet të plotësonte disa kushte: të ishte i aftë, i ndershëm, i edukuar, me karakter të fortë, të mos merrej me përgojime dhe thëshëtheme dhe të mos shoqërohej me masat e gjëra. Këto kushte i gjejmë të shumica e vakëflënësve, respektivisht themeluesve të mejtepeve. Kohëzgjatja e mësimit nuk ka qenë e saktuar në mënyrë të prerë, kështu që mësimi nuk ishte i njëjtë për të gjithë nxënësit. Vetëm ata nxënës që tregonin se e kanë zotruar mësimin e saktuar, ju jepej mësimi i ri, të tjerëve jo. Me demonstrimin e njohjes së leximit të Kuranit, sipas rregullave të leximit të drejtë, të xhvit, si edhe të mësimeve elementare të besimit, nxënësi e ka kryer mejtepin dhe mualimi, mësuesi, atij i ka lëshuar një deftes të shkruar që quhej Shahadatname. Mësuesi dhe repetitori janë paguar nga pasuria e vakëflënësit në lartësinë e pagës së përcaktuar nga ai me vakëfname. Zakonisht, mësuesi merrte 2 fishin e pagës së repetitorit. Në mejtepet e fshatrave, punën e mësuesit, mualimit dhe të imamit të xhamis, të vaizit dhe të hatibit zakonisht e kryente një person i vetëm, hoxha. Mejtepi më i vjetër i ndërtuar në trojet shqiptare si objekt i veçantë arkitektonik që është dokumentuar deri tash është ai i Sinanudin Jusuf Çelebiut, i ngritur në Ohër para vitit 1491. Ndër mejtepet më të vjetra, sipas kronologjisë së ndërtimit, janë mejtepi Isak Çelebis, i ngritur pranë xhamisë së tij në manastir në vitin 1508, mejtepi Suzi Çelebiut nga Prizreni, i ngritur pranë xhamisë së tij në Prizren para vitit 1513, në të cilën ka dhënë mësim edhe vetë Suziu deri në fund të jetës, 1524. Mejtepi i Gazi Mehmet Pashës, i ngritur në fshatin e të parëve të tij në Leshan në vitin 1537,
Mejtepi i Kuklibegut në Zinov, Bresana e sotme, i ngritur para vitit 1538 e shumë të tjerë. Mbështetur në të dhënat që sjellin burimet osmane, mund të themi se numri i mejtepeve në Trojën shqiptare deri ka mesi i shekullit 17 ka arritur mbi 200. Gjatë shekullit 18 dhe deri në gjysmën e parë të shekullit 19, numri i mejtepeve në këto troje është rritur më shumë se 7 herë, duke arritur rreth 1500. Shkalla e dytë e arsimit dhe edukimit ishte arsimi në medrese, respektivisht në shkollat mesme dhe të larta. Themelimi i këtyre institucioneve arsimore në Trojën shqiptare u bë sipas traditës osmane, e cila ka zanafillën nga viti 1331, kur Orhan Gaziu, i biri i Osmanit, themeloi në Iznik medresën e parë. Medreset e para në Trojën shqiptare janë ngritur në fillim të shekullit 15, duke u bazuar në vakofnamet dhe në burimet tjera të publikuara deri sot. Mund të konstatojmë se ndër medreset e para që janë ngritur në këtë troje është medreseja e Isak Begut në Shkup. Kjo medrese, e njohur si Isakia e Shkupit, ka qenë institucioni arsimor më prestigjioz në Ballkan, në Rumeli. Në këtë medrese kanë dhënë mësim dietar të shuar të kohës, disa prej të cilëve kanë qenë vendës. Mëderisi i parë i Isakies së Shkupit ka qenë Shuxhaudin Iljazi, i njohur si dietari i Shkupit, i cili ka vdekur në kohën e mbretërimit të Sultan Muratit të dytë, birit të Sultan Mehmetit 1421-1451. Sipas të dhënave shumë me interes që ofron enciklopedisti Tashkëpyllyzade, shohim se Shuxhaudin Iljazi ka dhënë mësim në medresen Isakiet të Shkupit 40 vjet rresht, që do më thënë se kjo medrese është hapur qysh para vitit 1411. Deri në vitin 1561, në këtë institucion të lartë arsimor kanë dhënë mësim disa dietar të trojve tona, si Shuxhaudin Iljazi, Ibnul Muidi, i cili ka lënë edhe disa trajtesa të shkruara, ka vdek dhe është varrosur në Shkup. Lutfullah Shkupjani, i cili ka qenë sheh i Sultan Beyazidit të dytë, Shejda Efendi Shkupi, Nihani Arnaudi i Prizrenit, vdes në vitin 1519, Isak Çelebiu, vdes në vitin 1533 e të tjerë. Në vitin 1434 është vakufuar medreseja e Sinanudin Jusuf Çelebiut në manastir. Në shekullin e 16 janë ngritur medrese në të gjitha qytetet shqiptare të asaj kohe, në disa qytete madje janë themeluar më shumë se një medrese. Medreset e para në Kosovën e sotme janë ngritur rreth mesit të shekullit 15. Medreseja më e vjetër në Kosovë është ajo e Gazi Ali Begut, e ngritur në Vushtri brenda viteve 1444-455. Medresen e vjetër të Pes, e njohur në burime të shkruara osmane si Medrese-i Atik, bashkë me bibliotekën e saj, imaretin, do më thonë kuzhinën publike pa pagesë për dvarfër dhe mysafir, të qenë e tjera i kanë ngritur Mehmet Beu para vitit 1516, ndërsa medresen e re, Medrese-i Xhedit, dhe një shkollë fillore me i tep në Pej, i ndërtoi Kahraman Pasha, i biri Ibrahim Pash Begollit. Pasi që rinovoi xhamin e Sinan Agës, e njohur me emrin Xhamia e Kuqe, në vitin 1759. Në Prizren, Gazi Mehmet Pash Yahya Pashaj e ka ngritur medresen e njohur si Medreseja e Mehmet Pashës në vitin 1537. Kjo medrese ka qenë njëra ndër institucionet edukative arsimore më prestigjioze në Trojën shqiptare. Në Prishtinë, qysh para vitit 1566, ka punuar medreseja e Besharet Begut, e ngritur nga Besharet Begu. Sipas të dhënave që na ofron Evlia Çelebiu, deri në gjysmën e dytë të shekullit 17 janë hapur medrese në çdo qytet, madje edhe në disa qyteza shqiptare. Vushtria kishte një medrese, Prishtina kishte disa medrese, nuk e sakson numrin, dhe një Darul Hadith. Lezhë kishte disa medrese, Shkodra kishte 7 medrese, Bushati 1, Delvina 3, Gjirokastra 3, 3 medrese të rangut Darul Hadith, ndër të cilat janë medreseja Beyazit Hanit dhe medreseja e Mehmi Pashës. Përmeti kishte një medrese, Roshniku i Beratit, një medrese, Berati kishte 5 medrese, më të njohura ishin medreseja e Ahmet Bey Skurës, medreseja e Sultan Beyazidit, Vlora kishte 3 medrese, njëra ishte e Jakub Efendiu, tjetra e Mumgjizades dhe e treta e Hysejn Agzades. Kavaja kishte 2 medrese, Peqini kishte 3 medrese, Elbasani kishte disa medrese, po ashtu edhe Darul Hadis dhe Darul Quran.
si dhe institut për nxenjen përmendsh të Kuranit, Hifz. Struga kishte një medrese e ndërtuar si kompleks kullije i Ohrizadës me një xhami me kube, një hamam, një imaret, një han. Ohri kishte 2 medrese, njëra ishte medreseja e vjetër e Siavush Pashës, kurse tjetra ishte medreseja e Teqes. Përveç këtyre, Ohri kishte edhe Darul Hadith dhe Darul Quran. Resneja kishte 2 medrese, po Gradeci 2 medrese dhe Starova 1 medrese. Ndërsa, sipas burimeve tjera të mëvonshme, del se Shkupi kishte 13 medrese, Prizreni 5, Gjakova 2, Peja 2, Gjilani 1, Tirana 1, kurse Dibra 10 medrese. Luftrat Habsburge Osmane dhe Veneto Osmane në fund të shekullit 17 dhe në dekadat e para të shekullit 18 janë përcjell me rënime të shumta të objekteve të kultit dhe të kulturës islame, përfshirë këtu edhe medreset. Por më vonë, krahas fuqizimit politik dhe ekonomik të fisnikrisë dhe të ajanëve shqiptar, numri i medreseve shqiptare filloi të rritet dukshëm. Në shekullin 18 u hapën medrese të reja në qendrat shqiptare, njëra nga medreset tona të shquara, të themeluara në dekadën e parë shekullit 18, është medreseja e madhe, medresei Atik e Gjakovës. Kjo medrese, sipas të dhënave që kemi në dispozicion, është ndërtuar nga dera fisnike e kryezive të Gjakovës në vitin 1707. Këtë institucion të lartë arsimor e ka ngritur si vakuf Murat Begu, i biri Adem Pash Gjakovës. Në një doshkrim të shkruar nga Muderrisi Yahya Efendiu, i biri Jusuf Efendi Gjakovës, në vitin 1828, në medresene madhe, konfirmon se kjo medrese njihej me emrin e themeluesit të saj si medreseja e Murat Pashës, medresei Atik Murat Pasha. Në fillim të shekullit 19, Mahmud Pash Rotlla, i biri Tahir Pashës, ndërmjet viteve 1806-1831, ka ngritur një medrese në Prizren, në lagjën Bylbyl Dere, që njihej me emrin medreseja Mahmud Pashës. Edhe djali tjetër i Tahir Pashës, Emin Pash Rotlla, po ashtu ka ngritur një medrese në Prizren. Medreseja Emin Pashës ka qenë njëra nga medreset më të shuara të kohës. Kjo medrese është themeluar në vitin 1831, por ndërtimi i saj është përfunduar në 1855 pas vdekjes së vakifit të saj. Muderrisi i parë i kësaj medrese ka qenë Mehmet Tahir Efendiu i shuar. Rreth vitit 1807, dhe më thonë rreth 100 vjet pas medresesë së madhe, u hap medreseja vogël e Gjakovës, e njohur në burime të shkruara osmane si medrese i Xhedid, medreseja e re. Muderrisi i parë i kësaj medreseje ka qenë Tahir Efendi Bosnjaku Gjakova, shkrimtar, poet, muderris dhe njëri nga intelektualët tonë më të angazhuar me shkrime dhe veprimtari pedagogjike në gjysmën e parë të shekullit 19. Hapja e rreth 100 medreseve në për të gjitha qytetet dhe kasabatet në trojet shqiptare, duke filluar nga dekada e 2 të shekullit 15 e deri në gjysmën e parë të shekullit 19, është tregues i qëndrueshëm se arsimi dhe edukimi i komunitetit shqiptar të besimit islam në këtë periudhë ka njohur një masivizim të lakmueshëm për rrethanat e atërshme. Ky masivizim ka njohur një zhvillim domos në shekullin e 18 në radhë të parë fal kontributit të fisnikrisë shqiptare në ndërtimin e institucioneve edukative, arsimore e kulturore. Po ashtu, mbështetur në plan programet mësimore të medreseve vendore, në këtë periudhë si dhe në nivelin mjaft të lartë profesional dhe intelektual të arsimtarëve, muderrisëve, që jepnin mësim në to, gjë që pasqyrohet në veprat e tyre të mbetura në doshkrim, arrim të përfundimi se këto medrese kanë krijuar një shtresë intelektuale, fetare e akademike të kohës. Në këto medrese janë kopjuar, komentuar e krijuar vepra të shumta, fushash dhe disiplinash të ndryshme shkencore, fetare, letrare, përfshirë edhe letërsinë shqipe alhamjado. Çdo medrese e ngritur në trojet shqiptare gjatë periudhës osmane ka pasur edhe bibliotekën e vet. Biblioteka më e vjetër e këtij lloji e themeluar në trojet shqiptare që ka pasur një bibliotekë, pra është ajo e Isakia e Shkupit. Rënimi i 2 pashalleqeve të mëdha, të Janinës dhe të Shkodrës, dhe i pashalleqeve tjera shqiptare, si dhe eliminimi i elitës politike dhe i fisnikrisë shqiptare në vitet e 40 të shekullit 19 nga porta e lartë, me pëlqimin dhe nxitjen e diplomacive të disa shteteve më të fuqishme evropiane, shënon fillimin
e një periudhe të defaktorizimit politik ushtarak të popullsisë shqiptare, të zvoglimit demografik e territorial dhe të varfrimit ekonomik e kulturor të kësaj popullsie. Në këtë periudhë bie ndjeshëm madje shënon parapakthim zhvillimi edukativ arsimor i popullsisë shqiptare. Faleminderit shumë. Tani pa humbur kohë, ftoj profesoreshën Teuta Shalapeli të lexoj kumtesën me titull Hapja e medreseve në Kosovë gjatë periudhës osmane. Në Kosovë gjatë periudhës osmane, medreset kanë luajtur rol të rëndësishëm në fushën e arsimimit dhe edukimit. Medreset në trojë shqiptare datojnë që nga shekulli i 15, kur në Shkup u hapen 2 medreset e para. Mirëpo në këtë punim, jemi ndalur në hapjen e medreseve gjatë periudhës osmane, vetëm në territorin e sotëm të Kosovës, duke u përqendruar tek të dhënat të cilat flasin kur dhe nga kush u ndërtuan, aq sa na lejojnë të dhënat burimore. Me sa dihet në territorin e sotëm të Kosovës, medresja më e vjetër është e ngritur në Voshtri në shekullin e 15. Pastaj medreset filluan që të hapen edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Në qytetin e Prizrenit nga periudha osmane kemi këto medrese. Medresën e Mehmet Pashës, e cila ka luajtur një rol të madh të rëndësishëm në jetën kulturore arsimore të shqiptarëve të asaj jane. Pastaj kemi medresën e Sinan Pashës, medresën e Mahmud Pashës, si dhe medresën e Emin Pashës. Krahas Prizrenit, medreset u hapën edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Gjatë kësaj periudhe në qytetin e Pejës u hap medresja Atik apo medresja e vjetër dhe medresja e madhe ose ndryshe si quhej edhe medresja e re. Vlen të përmendim se këto medrese sipas rregullt e kishin edhe bibliotekat e tyre. Medresja atë kishte bibliotekën e saj, e cila ishte ndarë në 2 objekte të veçanta. Edhe në medresën e madhe ose të re gjendej godina e veçantë e bibliotekës. Në qytetin e Vushtrisë gjatë periudhës osmane është hapur medresja Gazi Ali Begut, e cila gjendet pranë xhamisë me të njëjtin emër. Mendohet që është ngritur në të njëjtën kohë kur ngrit edhe xhamia. Megjithatë, studiuesi Elfia Çelebiu, kur kishte kaluar nëpër Vushtri, përmend një medrese. Medrese të tjera të njohura në Kosovë nga periudha osmane janë edhe medresja e madhe e Gjakovës, respektivisht medresja e vjetër, cila është ndërtuar në fillim të shekullit 18, si dhe edhe kjo medrese kishte bibliotekën e vet. Pastaj në Gjakov, nga kjo periudhë, pra nga periudha osmane, kemi edhe medresën e vogël, e cila është hapur në fillim të shekullit të 19. Për shkak se parafolsi pothuajse të njëjtë kishim atë për shkurtoj mos t'i përsëritem sandet e njëjta. Gjatë periudhës osmane edhe në Prishtinë, domethënë u hapen medrese. Nga kjo kohë kemi medresën e Besharet Begut, po ashtu në qytetin e Prishtinës kemi edhe medresën e Sultan Selimit dhe medresën e Pirin Azirit. Këto medrese e para ka punuar deri në vitin 1921, ndërsa e dyta deri në 1927. Edhe në qytetin e Gjilanit, gjatë periudhës osmane në hapur medrese. Siç po shihet, gjatë periudhës osmane medreset filluan që të hapen dhe të shtrihen pothuajse në të gjitha qytetet e Kosovës. Madje brenda një qyteti u hapen 2 e më shumë medrese, siç e kemi rastin e Prizrenit, Pejës, Gjakovës, si dhe të disa qyteteve tjera. Hapja e medreseve në trojë shqiptare gjatë periudhës osmane në përgjithësi është një tregues i mirë për zhvillimin e arsimit të kulturës në ato treva në të cilat ato u hapen. Hapja këtyre medreseve para së gjithashtë ndikoi edhe në nxjerrjen e intelektualëve të shumtë, të cilët madje arritën që të shërbejnë edhe në institucionet më të larta të perandorisë osmane. Në vazhdim ftoj profesor Hasan Bello të lexojë tretesën e tij të titulluar Arsimi fillor osman në vilajetet shqiptare. Bëhet fjalë për shekullin e 19-20. Faleminderit. Shkollat fillore ishin institucionet bazë të arsimit të perandorinë osmane, por me kalimin e kohës, për shkak të modernizimit dhe reformimit, këto shkolla erdhën duke zvogëluar funksionin e tyre. Meqense një pjesë e mirë e këtyre shkollave ishin hapur dhe mbaheshin me të ardhurët e vakufeve, ato ishin të detyruara të zbatonin programet imponuara nga këto të fundit. Shkollat të tilla gjendeshin në çdo fshat dhe lagje të perandorisë osmane. Ato ishin një katëshe dhe të ndërtuara me gur.
Qëllimi i tyre ishte që do mësojë fëmijëve që kishin mbushur moshën shkrim dhe këndim principet themelore të fesë islame dhe Kuranin. Për sa i përket metodës, kryesisht ndiqej ajo të mësuarit përmendësh. Mësuesit ishin individë diplomuar në medrese, por një detyrë të tillë shpeshherë e kryen edhe imamët dhe mjuezinët e xhamive. Në vitin 1857, me krijimin e Ministrisë së Arsimit, shkolla fillore do të kushtojë një ndësi e veçantë. Këto përpjekje shkuan më tej në vitin 1863, kur në 36 shkolla fillore të Stambollit u vu në zbatim një projekt pilot me metoda të reja mësimdhënie. Mësuesve gjithashtu ju lidh një pagë e përhershme nga ana e qeverisë. Prania e këtyre shkollave në vilajetet shqiptare vihet e re që herët. Madje nevoja për shtimin e këtyre konstatohet në shumë dokumente. Kështu më 11 korrik të vitit 1858, me kërkesën e inspektorit Vebi Efendiut në kazanin e Dibrës së Madhe, e cila ishte pjesë e Sanxhakut të Ohrit, u hapën 5 shkolla fillore. Më 30 korrik të vitit 1861, me qëllim për të forcuar ndjenjën fetare tek në disa zona, Ministria e Arsimit e pa të arsyeshme që në vend të shkollave rushdie, të cilat ishin shkollat të ciklit të ndërmjetëm, të hapushin nga 2 shkolla Sëbjan ose shkolla fillore, në Mat, në Shpat, në Pej, Gorë, Gjakov dhe Dibër. Në vitin 1869, me nxitjen e personalitetit të njohur të Perëndërisë Osmane, ministri i Arsimit Safet Pashës hyri në fuqi rregulloria e arsimit publik. Në këtë rregullore, arsimit fillor i kushtua një ndësi e veçantë. Në periudhën e Abdulhamidit II, arsimit fillor ju kushtua një ndësi e veçantë, si mjet i domosdoshëm për zhdukjen e ignorancës dhe indoktrinimin e shtetasve osman me ideologjinë e panislamizmit. Në vitin 1877, administrata lokale e Sanxhakut të Dibrës, pjesë e vilajitit të Manastirit, në bazë të nevojës që kishte popullsia e kësaj zone, parashtroi kërkesën për hapjen e 30 shkollave fillore. Me gjithë vështirësitë e mëdha financiare, kjo kërkesë gjeti mbështetjen e plotë të qeverisë osmane. Por reformimin e arsimit fillor osman, një kontribut modest kanë dhënë edhe personalitetet shqiptare. Kështu në vitin 1880, inspektori i arsimit në vilajetin e Shkodrës, Daud Efendi Boriçi, u emërua si inspektori i përgjithshëm i shkollave rushdie dhe ibtidaie për të gjithë zonën e Anadollit. Në vitin 1905-1906, në Shkup, në Prizren, Manastir dhe Janin, u hapën shkolla fillore për përgatitjen e mësuesve, shkolla normale për përgatitjen e mësuesve të shkollave fillore. Kjo erdhi si rezultat i nevojës që popullsia shqiptare kishte për këto shkolla. Në fillim të shekullit 20, administrata osmane do të kushtojë një ndësi të posaçme hapjes së shkollave fillore në vilajetet shqiptare. Një nismë e tillë lindi për shkak të përhapjes masive të shkollave austriake dhe italiane, të cilat shihesin si vatrat e edukimit të nxënësve shqiptar me ide nacionaliste. Më 16 nëntor të vitit 1911, Ministria e Arsimit i dërgoi qeverisë projekt reforme në institucioneve arsimore, që do ndërmerrej në vilajetet shqiptare, e cila pas u shqyrtua dhe miratua nga Këshilli i Shtetit, u dekretua nga sultani. Sipas kësaj reforme, për të kryer me ngut veprimet për hapjen e shkollave fillore të nevojshme ndër vilajetet e Shqipërisë, u vendos të dërgoheshin 2 nënpunës të zot, me kompetencë të gjerë dhe me titull nënpunësa të themelimit të shkollave. Njëri nga këta nënpunësa do dërgohej me shërbim në vilajetin e Janinës dhe të Manastirit, ndërsa tjetri në vilajetin e Kosovës dhe të Shkodrës. Reforma parashikonte një procedurë rigoroze edhe për sa i përket zgjedhjes dhe emërimit të mësuesve. Sipas pikës 2, mësuesit do të përzgjidheshin e emëroheshin prej nënpunësve të themelimit të shkollave, ndërmjet atyre që ishin licencuar nga shkollat normale, pasi të ishin nështruar një provimi të caktuar. Mësuesit duhet të deklaronin paraprakisht se me cilat gërma dëshironin ta zhvillonin mësimin e gjuhës shqipe, me gërma arabe apo latine. Kjo preferencë do të shënohej në regjistër dhe do të kërkohej që të kryenin me përgjegjësi detyrat e marra përsipër. Emërimi i mësuesve për nevojat emergjente mund të bëhej nga autoritetet lokale, vetëm pasi ata të kishin marrë paraprakisht pëlqimin e nënpunësve të themelimit të shkollave. Për ata mësues të zgjedhur që flisin shqip, por që nuk e njihnin alfabetin e kësaj gjuhe, në shkollat normale të vilajeteve shqiptare, brenda 2 muajve do të hapen nga i deg për të mësuar këtë alfabet. Kushtet materiale dhe libra do të siguroheshin ose nga shkollat normale dhe konviktet e tyre, ose nga nënpunësit e themelimit të shkollave. Nënpunësit e themelimit të shkollave fillore duhet të ndanin sa më parë zonat gjeografike të vilajeteve dhe të saktonin sasinë e shkollave që nevojitej të hapeshin në bazë të kredisë së dhënë, të numrit të mësuesve, të banorëve të çdo zone dhe të rëndësisë së saj nga pikpamja e pozitës dhe në bazë të numrit të nxënësve që do të ndiqnin shkollën. Pas kësaj, nënpunësit duhet të shëtisin çdo krahin dhe fshat të Shqipërisë, për të takuar me parinë dhe pleqësinë e për të këshilluar me ta rreth përmirësimit të shkollave, nëse ato ekzistonin qysh më parë ose rreth hapjes së shkollave të reja, dhe se me çfarë alfabeti do zhvilloheshin mësimet. Në fund të bisedimeve,
për tyre duhet të merren nga një deklaratë, në qoftë se do të dilnin kundërshtime lidhur me zgjedhjen e alfabetit. Nëntuesit duhet t'ia bënin të ditur drejtuesit të vilajetit. Në raste të tilla, hapja e shkollës pezullohet përkohësisht derisa autoriteti më sipër të vendoste se cili alfabet duhet të përdoret. Nga burimet osmane rezulton se për vitet 1892, 1893, në vilajetet shqiptare, pra në Shkodër, Kosovë, Manastir dhe Anin, ekzistonin gjithsej 1124 shkolla fillore. Ju faleminderit. Tani kam kënaqësinë të ftoj doktor Izber Hotin me referatin Shkollat Fetare Islame dhe medreset në Prishtinë dhe rrethin për periudhën 1822-1941. Në Prishtinë dhe rrethin, si dhe në viste të tjera të Kosovës, në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20 mungesën e arsimit të shkollave fillore e zëvendësuar dhe plotësuar shkollat fetare, shtetërore dhe private. Për këtë arsye shumë shqiptarë vjonin mësimin në shkolla turke dhe serbe. Kjo ishte e natyrshme nga se në fund të shekullit 19 dhe në 10 vjeçarin e parë të shekullit 19 shkolla në gjuhën turke e serbe në Prishtinë dhe rrethin ishin të vetmet ente arsimore. Ato u hapën qytet dhe në disa fshatra të kësaj jane. Kështu në vitin 1822 në Prishtinë ekzistonte një medrese i Gjedidi, medrese e re, që shtyn të mendohet se në këtë kohë do të duhet të kishte shumë shkolla të tjera që përgatitin kuadrin dhe ndërset për këtë medrese. Dhe vërtet, kjo dëshmohet nga fakti se në vitet e 70-ta të shekullit 19 në Prishtinë punonin 7 medrese private dhe shkolla të tjera të ndryshme. Sipas Mekendjevës dhe Ibrievës në Prishtinë edhe para viteve 80-ta të shekullit 19 ekzistonte një shkollë për femra, por mjaft e varfër. Më 1874 numri shkolla fillore u rrit në 17 çak, ndërsa më 1877 përveç shkolla në qytetin e Prishtinës u hap një shkollë në Hajvali, në të cilën vjen mësimet 46 nxënës. Po në këtë vit në Ruzien e Prishtinës, të cilën e themeloi Abdurrahman Pasha, mësimin e vjenën 127 nxënës, të dhëqër prej 3 mësuesve. Po ashtu, në këtë vit punonte edhe shkolla fillore për femra, të cilën e themeloi Faik Pasha dhe në të cilën nxënësit i mësonin të qëndesnin 2 mësuese, Hanum Shah Rukie dhe Hanuma Ismete. Në vitin 1897-1898 në Prishtinë kishte gjithsej 11 shkolla për meshkuj, xhamia e madhe 3 nxënës, xhamia e vogël 5 nxënës, xhamia e re 150 me Halla Alaudin, Sasenën Hasanbegu 60, Hatunijet 100, Kaderi 70 dhe një shkollë për femra me 240 nxënëse. Shkollat fetare dhe turke, por krahas tyre edhe ato serbe, vepruan edhe në 10 vjeçarin e parë të shekullit 20. Të tilla ishin dhe shkollat për fëmijë, si bjen mektebet. Pra, ekzistenca dhe vëmësaria shkolla fetare për fëmijë, si bjen mektebeve, ishte vazhdimësia e shkollat të kohës së Pranderisë Osmane në këtë qytet dhe në këtë anë. Në të vërtetë, deri në gjysmën e dytë në këtë qytet me rrethinën e tij, sikurse edhe në të gjitha trojet shqiptare, shkolla fillore klasike, si bjen mektebleri dhe medreset kishin një vazhdimësi që nga shekujt e kaluar dhe ishin shkolla me karakter ekskluzivisht fetar islam. Mirë po në vitet e 30-ta të shekullit 20, numri orëve të mësimit të fesë në shkolla popullore shtetërore u zoglua. Një orë mësimi feje nuk mjaftonte për muslimanët, numri të cilëve në për shkolla popullore ishte i vogël. Përveç kësaj, pasi prej këtyre viteve mësues të fesë, mualimët nuk paguheshin nga qendrat e përparshme, por mbetën në mësirën e pamësirën e komuna, që me ligj nuk obligoheshin gjendje e tyre u kequa dhe më shumë. Për këtë arsye, çështjet fetare të përkrahura nga pasuesit e tyre filluan të hapin shkolla fetare private të quajtura si janë mektebe, të tipit të shkolla për fëmijë në kohën e Perandorisë Osmane. Numri si janë mektebe as në qytet dhe as në fshatra nuk ishte i rrallë, por ata kishin vetëm nga një rrallë herë 2 paralele, në të cilat mund të përfshihen të gjithë të interesuarit. Shkollat e tilla ishin të vendosura në shtëpi private ose xhami që nuk plotësonin kushtet minimale të procesit mësimor. Megjithatë, ata ishin barë vetëm të arsimit të pjesës më të madhe të popullsisë së kësaj rrethine. Në këto shkolla nxënësit mësojnë alfabetin arab dhe në gjuhën turke dhe shqipe nxënësit fiton edhe bazat themelore të edukatës islame.
Edhe pse mualimët e si bjanë me ktheve merren në të ardha nga vetë kontributin tonë, që borën kryesore të organizimit të barë të këtidi i Vakuf me Arifit të Prishtinës, i cili veç të tjera në formë shpërbimi financon të mualimët e si bjanë me ktheveve. Për punë e tyre mualimët brenda vitit me një lloj dy lloj shpërbime. I pari ishte 400 dinar, ndërsa i dyti 350 dinar. Shpërblimet ndaheshin përsëri në propozimet e të këtidit Vakuf me Arifit të Prishtinës, ndërsa i caktonte dhe jepte ulema Mexhlisi i Shkupit. Këto të dhëna mbështeten në burimet arkivore të Arkivit të Kosovës. Prapja e si bjanë me ktheveve shihet nga raportet rreth punës së këtyre shkollave, të cilat i bënin inspektorët e tyre, imamat e xhamateve dhe të ngarkuarit e tjerë të këshillit të Vakuf me Arifit të Prishtinës. Kështu mbështetur në raportin e imamit të xhamisë Kadrije, shihet se në vitin shkollor 1932-33 në territorin e këtij xhamati u formuan 3 si bjanë me ktheve me qendër në Kadri, me hall dhe me një klasë të përzier për 27 nxënësit, 11 djemë dhe 16 vajza. Si bjanë me kthebe në Hatuni me hall me një paralele për 18 nxënësit, 15 djemë e 3 vajza. Dhe si bjanë me kthebe në Hasan Beg me hall me 26 nxënës, 14 djemë dhe 12 vajza. Ndryshe, mësimin bëhen në 2 shtëpi private dhe një xhami. Po në territorin e këtij xhamati në vitin shkollor 33-34 punonte klasa e parë dhe dytë si bjanë me kthebit. Në klasën e parë mësonin mësimin e violonit dhe nxënës, meshkuj e femra, për të cilat gjysma e kryen klasën, ndërsa klasën e dytë mësimin e violonit 6 me nxënës, gjinitë të ndryshme, duke treguar sukses shumë të mirë nga se vetëm një e përciti klasën. Në të njëjtin vit shkollor në xhamatin e Hasan Beg me hallës, në klasën e parë regjistruan 25 nxënës të të dy gjinive, ndërsa në të dytën 28 cish. Klasën e parë përsëritën 11 nxënës, ndërsa klasën e dytë e kaluan vetëm 3 nxënës. Në territorin e xhamatit Kadri edhe në vitin 1936 përmenden 3 si bjanë me ktheve, ndërsa në vitin shkollor 39-40 në katër këtij xhamati punonin vetëm 2 paralele me 121 nxënës, 79 djemë e 42 vajza. Në vitin shkollor 39-40 si bjanë me ktheve u përhapën aq shumë sa në secilin xhamat në Prishtinë nga një më shumë paralele të kësaj shkolle. Kështë nga një paralele të kësaj shkolla. Kështu për shembull, në xhamatin Ramadani punonte një paralele e si bjanë me kthevit me 27 nxënës, 22 prej të cilëve ishin vajza. Në xhamatin Alaudin punonte një paralele me 25 nxënës, prej të cilëve 10 nxënës ishin djemë. Në xhamatin Yusuf Çelebi, në këtë vit shkollor, kishte 2 paralele. Paralela me të cilën punonte Meleqe Sejfedini kishte 75 nxënës, 59 ishin vajza. Ndërsa paralela në të cilin punonte mualimi Ibrahim Maliqi kishte 20 djemë dhe 15 vajza. Numër më i vogël i nxënësve ishte të buar në si bjanë me ktheve të mahallës Mehmet Beg Hatunie. Në paralel të këtij xhamati në fillim të vitit shkollor regjistruan vetëm 12 gjermosha dhe 10 çupa. Pas viteve të 30 shekullit 20, si bjanë me ktheve të hapën edhe në përfshatrat e rrethinës së Prishtinës. Në kuadrin e xhamatit Millërçer në prag të luftës së dytë botërore punon disa shkolla të tilla. Në fshat që nga viti 1928 punonte si bjanë me ktheve me 40 nxënës, të cilët përcjellnin 11 orë mësimin në javë. Në fshatin Besi dhe Llokar si bjanë me ktheve të përmenden që nga viti 1930. Në Besi mësimin e violonit 60 nxënës, ndërsa në Llokar 55. Në fshatin e parë mbashin 6 orë mësim në javë, ndërsa në të dytin 8 orë mësim. Edhe në Progaz me 1936 punonte si bjanë me ktheve në të cilin mësimin e violonit 25 nxënës, ndërsa në Millërçer në vitin 1941 punonin vetëm 2 paralele, të si bjanë me ktheve 30 nxënës, të cilin mësonin nga 4 orë në javë. Pason tabela për të cilin fshat, numrin mësuesit, numrin e nxënësve për mësumuar ku përkaloj. Medresia në të cilën fitoi arsimin më i plot dhe më i thellë fetar gjerën në Prishtinë qysh në kohën e perandorisë osmane dhe kishte marrë emrin e Sultan Selimit. Mirë po, kjo medresi u mbyll në vitin 1920. Më vonë në Prishtinë të filloi të punojë medresia e Pirinazit, e njohur
më vonë me emrin medreseja Alaudin. Në të mësimi zhvilloi si pasionte dhe pas kryes së saj merreshin si qytetar imam, me të cilin mund të punon ose të vjen mësimet në rangun e medresesë, e cila më së afërmi gjendet në Shkup. Si në medresinë e Prishtinës, ashtu edhe në Shkupit mund të ndjekin mësimin vetëm fëmijët e prindërve të pasur. Sipas të dhënave të mbledhura në terren, edhe medreseja Pirinazit, përkatësisht Alaudin pas së çutës diktatura janarit 1928, u mbyll, por në një farë forme tjetër vazhdoi të punoj në Podujev. Kalimi për një kohë e medresesë Alaudin nga Prishtina në Podujev, ndërmjet dy lutra botërore, në kohën kur ndiqej të mërsi çdo lëvizje kombëtare shqiptare, u shfrytzu mirë nga pasrezat e kësaj jone. Kjo shkollë jo vetëm që kryente misionin e saj fetar, por u bë bazë e ideve dhe synimeve kombëtare shqiptare, duke funksionuar kështu mirë binumi fe dhe adhe. Kjo dukuri u ra në sy pushtuese dhe me arsëtime të ndryshme medreseja Alaudin së shpejti u mbyll, por në këtë mënyrë nuk u zhdukën idetë kombëtare të nisura nga arsimtarët dhe të përcjella e të zbatuara nga nxënësit e këtyre anëve. Historisë nxarmën ka edhe në vite tjera, po jo të kësaj mënyre dhe të shfrytzuar kaq me mjeshtri dhe kaq shumë nga barqet e luftës për çlirim kombëtar të këtyre anëve. Ju faleminderit për vëmendje. Informacionet e detajuara në lidhje me medreset në Kosovë, tani është kohë të fokusohemi çik për medreset në territorin e Maqedonisë, për medreset Maqedoni gjatë periudhës 1378-1910, për në referoj studiusi historik të Imi Maslami. Ju faleminderit për të mos u përsëritur në atë cilën përmendi profesor Nehati për medreset në kohën e Perëndimit Osmane, për sistemin arsimor. Do të mundohem vetëm me pak fjalë. Pjesën tjetër të kumtesit do ta kemi të botuar. Për studimin e kulturës islame në Maqedoni, nuk jepet hapësira e duhur nga historiografia atje. Një fakt i cili duhet të përmendet se jo vetëm nga pala maqedonase, nga historiografia zyrtare, po studiuesit shqiptar atje janë disi lëkundur, her pas historiografisë shqiptare të socializmit e herës duke u ndikuar prej burimeve të historiografisë slave atje. Prandaj për studimin e medreseve në Maqedoni ka ngel një hapësirë e cila duhet plastohet ndërkohë. Fati i muslimanëve të Maqedonisë po i përbashkët me fatin e muslimanëve të Kosovës për arsye të njohura. Prej kohën e Perëndimit Osmane deri në ditët e sotme, këto dy territore kanë pasur fatin e njëjtë pasi kanë qenë pjesë e administrimit të njëjtë. Këtu vetë fakti se pjesa dërmuese e medreseve në Maqedoni kanë qenë pjesë e vilajetit të Kosovës, ku tregon rëndësinë cilën ka medresja Alaudin për shqiptarët në Maqedoni sot e kësaj dite. Një element me rëndësi për medreset në Maqedoni, ashtu si për medreset tjera, institucioni i vakefit, pasi këto medrese janë hapur, janë zhvilluar e kanë funksionuar përmes këtij institucioni. Në medreset osmane, lëndët mesimore janë ndarë në dy grupe. Në ulmu ilmije, ku benin pjesë lëndët eksakte, prej të matematika deri të lëndët humane, historia. Grupin e dytë përbenin ulmu alije, ku benin pjesë lëndët fetare. Prej në fillim të qeverisjes Osmane në Maqedoni kemi medreset e para. Këtu përmend se medresja e parë në Ballkanin Qendror konsiderohet medresja e Isabeut. Pas pranimit të islamit nga pjesa dërmuese e popullatës në Maqedoni, në qytetet me popullat muslimane kemi nga një ose me tepër medrese. Për këtë ka disa burime cilët nuk janë konfirmuara. Këtu vetëm kronisti Eblia Shelebiu përmend 24 medrese brenda kufive të Maqedonisë sotme.
numri i medreseve në kohën për cilën flasim, pas Kongresit Berlinit, ne mashuni ndonë se u rriti, kjo nuk kupton se kemi rritje cilësisë, po kemi rënje cilësisë, për arsye të krizës politike ekonomike që në pat perandroi Osmani kësaj kohe. Një faktor tjetër më rëndësi për rënjen e medreseve Osmani në mashuni janë reforma në sistemin arsimor Osman, pasi nxënësit musliman u orientuan më tepër nga për Sibjan Mektebe, për Ibtidai Mektebe, se sa për medrese klasike Osmane. Vetëm një pak informacioni për medreset Osmane në Mashkunin në prak të shekullit 20, e me vonë në fillon të shekullit 20, ne Mashkuni ka pasur disa medrese, numri atyre arrinte dikund afër 20 medrese, si Selie e vilajetit Kosovës, qyteti i Shkupit, numëronte më tepër medrese, numëronte 7 medrese, qyteti i Tetovës numëronte 5 medrese, po medreset e Tetovës kanë qenë medrese të vogla, aty jepnin mesim nga 1 mësues, kurse numri i nxënësve arrinte deri në 20. Një element tjetër më rëndësishëm sipas me, duhet përmendur se sot kemi vendbanime që janë banuar me popullat pastër etnike slave dhe pastër me besim ortodoks, sikurse Kratova ose Kriva Pallanka. Në këto vende deri në kohën e fundit të perandrisë Osmane kanë ekzistuar, kanë funksionuar medreset. Dhe kemi pas prezencë të popullatës muslimane. Mos përmendim rastin e qytetit Manastirit, i cili sipas Evlia Çelebiut ka pas 9 medrese, në kohën e fundit Osmane ka pas 2 deri 3 medrese, kurse sot popullata shqiptare atje nuk kalon 5%. Si vimësi të medreseve Osmane, për rolin, ndikimin, kontributin që në kam pas, kemi medreset me da ndërmjet 2 luftrave botërore. Ju faleminderit. Atëherë vjoj me referatin tjetër, mbi zotin Meaz Osmani, me referatin institucionet edukative arsimore islame të Sanxhakut e Nishit me shefër në 19. Nderuar kryesi, nderuar kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, nderuar mufti i Kosovës, nderuar dekan i studimeve islame, të nderuar të pranishëm, unë do të fokusohem në çështjen e arsimit në perandorinë osmane kështu në përgjithësi, si edhe në veçanti për diçka do të flasim për nishin, pasi që për sistemin arsimor në perandorinë osmane, profesor Nehati dhe profesor Qer dhanë domethënë dhëna të përgjithshme, dhe unë do të fokusohem pak a shumë aty dhe do të vazhdojmë me nishin. Shteti Osman që nga fillimi, sikurse në drejtime tjera, edhe në arsim është munduar të ndjek rrugën e duhur. Duke filluar nga periudha Osman Gazit, themeluesit të shtetit Osman, me marrjen në pushtet të disa kazave dhe nahijeve, vendosej kadiu apo gjykatësi me qëllim që të arrihet funksionalizimi efektiv i drejtësisë. Më vonë në kohën e Orhan Gazit filluan të hapen medreset dhe për të përgatitur kuadro për të shpërndar diturinë tregoi kujdes i veçantë. Kështu që për nevojat më të rëndësishme për popullatën asaj kohe, që ishte gjykata dhe arsimi, u vun themelet e para. Në shtetin Osman, mësimi apo arsimi zhvillohej në 4 forma. Forma e parë është ajo e stafit administrativ që tha dhe profesori më herët për e quajtur Enderun, e cila zhvillohej domethënë në pallatin e Perandorisë Osmane. Institucioni i dytë ishte kytab apo katibët, ata shkruesit që ishin në Perandorinë Osmane. Institucioni i tretë ishte që i përgatitte stafin e misticizmit apo tasavufit, i quajtur dergah, dhe për fund ai sistemi domethënë që përgatitte dietar apo shkencëtar ishte sistemi i arsimit i cili zhvillohej në medrese.
Arsimi në periudhën e hershme të Shtetit Osman nuk jepej vetëm për të mësuar mekanikisht përmendsh, por se qëllimi ishte zhvillimi i aftësive për të kuptuar dhe analizuar çështjet. Kështu që standardet e arsimit në medrese janë mbajtur gjithmonë të larta, kurse në Enderun janë përzgjedhur talent dhe përgatitur elita largpamse. Në 150 vitet e para të Shtetit Osman, medreset më të rëndësishme janë ajo e Iznikut, e Bursës dhe e Drenës. Medreseja e Iznikut është ndër medreset e para, e themeluar nga Orhan Gazi, apo djali i Osman Gazi, themeluesit Perëndimërisë Osmane, dhe mas andaj vijojnë medreset cilët janë ndërtuar në qytetin e Bursas, mas andaj më vonë vazhdon me Edrenën, ku aty dihet që Edrenja domethënë ka qenë në ndër kryeqytetet e Perëndimërisë Osmane dhe aty domethënë u krijuan shumë medrese dhe shumë mektebe të ndryshme. Kështu më vonë si dhe duhet të theksoj që për këto medrese domethënë u krijuan edhe vakëfe, të cilat domethënë i mbështeteshin nga ana financiare këto medrese. Me marrjen e Stambollit nga ana e Sultan Fatihut, të dytë, ai krijoi domethënë medreset e quajtur Sahmi Seman, dhe për këto medrese krijoi edhe vakëfe. Gjithashtu si fati Sultan Mehmeti, ashtu edhe Sultan Sulejmani, ligjvënësi siç i thonë, me ndërtimin e medreseve në jetën shkencore osmane përbënin dy pika referimi, qoftë për nga pamja fizike e këtyre objekteve, qoftë me mundësinë e krijimit financiare, me programet e pasur arsimore dhe me biblioteka të shumta, kishin përfaqësuar në nivelin më të lartë arsimin në atë kohë. Në medreset osmane bashkë me shkencët fetare mësoheshin edhe, ku tha dhe më herët profesori Nerum, logjika, retorika, gjua, sintaksa, matematika, astronomia, filozofia, historia dhe gjeografia. Gjithashtu Perëndiria Osmane domethënë deri në shekullin 17 e ruajti epërsin karshi perëndimit, themi kushtemisht, mirë po pas shekullit 17 shifet një ramje në si në sistemet tjera dhe në sistemin e arsimit, por atë edhe në këtë kohë Perëndiria Osmane domethënë zhvilloi një mur masa sultanët e asaj kohe, duke filluar nga Sultan Ahmedi III dhe Mahmudi i parë, dhan fermane apo shkruan fermane të ndryshëm për reformimin e sistemit arsimor, mirë po edhe këta dy sultanë, sikur sultanët tjerë, nuk arritën domethënë që ta ndryshojnë apo ta reformojnë sistemin arsimor të asaj kohe. Në mesin e shekullit 18, shteti Osman marrëdhëniet kulturore me perëndimet i kishte filluar të përmirësoj dhe ishin vërejtur shenja në kërkim mbirisit, në edukim dhe në arsim. Në Stamboll, në lagjen Üsküdar, hapet një shkollë ushtarake me emrin Hendeshane dhe mas andej ajo u pasurua me hapjen edhe të objekteve të tjera. Shteti Osman me qëllim që arsimin të bëhet më thelbësor dhe më bashkëkohor, në shekullin 19 në mënyrë të përgjithshme në këtë drejtim ka bërë reforma të vazhdueshme. Këto reforma kanë filluar në kohën e Sultan Mahmudit të dytë. Sultani në vitin 1827 themelon të ashtu quajtur në shkollën Tëbije, shkollën e mjekësisë, mas andej shkollën Harbije në vitin 1834, shkollë ushtarake, dhe më vonë edhe atë Rushdie. Pas tanzimatit, gjatë procesit të modernizimit, arsimi është vendosur në radhë të parë. Me këtë qëllim, në fillim u krijua Asambleja e Përgjithshme e Arsimit, mas andej Drejtoria e Përgjithshme e Mektebeve, në vitin 1848 kanë filluar shkollat e mësuesisë, mas andej në vitin 1869 me hyrjen në fuqi të rregullorës së përgjithshme së arsimit, arsimit i është dhënë një strukturë moderne, më pastaj shkollat Rushdie dhe shkollat Muallim apo të mësuesisë filluan të shtohen, kurse më në 1873 filluan të hapen shkollat Idadie dhe Sultanie. Gjithashtu edhe mektebit Sibjan me kohë kaluan në sistemin modern dhe filluan të hapen shkolla fillore të ashtu quajtur Idadie. Tash do të flasim diçka për shkollat në nish. Kur flasim për shkollat në nish në shekullin 19 apo veçanërisht në kohën e Tanzimatit, duhet të theksojmë se Mithat Pasha është ndër ata reformistët e parë i cili i bëri reformat e para në arsim dhe në fusha të tjera, po sidomos në arsim, dhe është padyshim është i rëndësishëm. Mithat Pasha gjatë detyrës si vali i nishit në qytet dhe rrethin në kuadër të reformave të projekteve të rëndësishme kishte ndërtuar mektebe dhe shkolla Islahane. Mithat Pasha gjatë udhëheqjes së nishit dhe më pas edhe të Veletit të Danubit me projektet profesionale në lidhje me arsimin në shkollat e reja të fshatrave dhe në zgjerimin e tyre fitoi përkrahjen e shtetit. Ai sa ishte vali në qytetin e nishit për fëmijët e
besimeve të ndryshme themeloi shkollën me arsim të përzierë të quajtur islahane. Mithat Pasha me krijimin e shkollave për të varfër dhe jetim të quajtur islahane, së pari në Nish, masandej edhe në Rushuk, arriti sukses të jashtëzakonshëm. Shkollat apo mektebet islahane bën pjesë në mesin e projekteve sociokulturore të Mithat Pashës në Ballkan. Kjo shkollë vlen të theksohet se kjo shkollë është e para e llojit të tij që është hapur domethënë në Sanxhakun e Nishit, dhe kjo shkollë masandej për shkak të suksesit që ka treguar është përhapur apo është ndërtuar edhe në për qytete tjera. Masandej me përkrahjen e shtetit, ky lloj shkolle apo këto lloj shkolla janë përhapur edhe në vilajetet tjera të shtetit Osman. Tash do të flasim diçka në përgjithësi për fund për shkollat në përgjithësi në Nish. Sipas sallamës së vilajetit të Danubit, të vitit 1868 në Sanxhakun e Nishit kishte gjithsej 28 mektebe. Dhe këta mektebe, 6 në Pirot, 4 në Leskovc, 1 në Prokuple, 3 në Vranjë dhe 14 në qytetin e Nishit. Medrese së bashku me imarete, kuzhina popullore, ishin gjithsej 8. Dhe nga këto 3 në Pirot, 2 në Leskovc, 1 në Vranjë dhe 2 në qytetin e Nishit. Gjithashtu edhe pas një viti, në të njëjtën sallame janë të njëjtat dhëna janë dhënë, kurse sipas sallamës së vilajetit të Prizrenit së vitit 1873, në qytetin e Nishit me shkollën Rushdie ishin përcaktuar mësues Hasan Efendiu dhe Hafiz Sheref Efendiu. Sipas sallamës së vilajetit të Prizrenit së vitit 1874, në qytetin e Nishit kishte 4 medrese, 1 mekteb Rushdie dhe 9 mektebe të komunitetit musliman të quajtur Sibjan. Në Nahijen e Pallankës kishte 3 mektebe të muslimanëve, në Kazan e Leskovcit kishte 2 medrese, 4 mektebe Sibjan të muslimanëve dhe 1 Rushdie. Në Kazan e Vranjës kishte 5 mektebe muslimane me 270 nxënës, si dhe 2 medrese. Në Kazan e Prokuplës kishte 1 medrese, 1 Rushdie, 4 mektebe Sibjan, si dhe në fshatra kishte 13 mektebe Sibjan. Në Kazan e Iznepolit kishte 1 mekteb muslimanëve dhe në Kazan e Kushumlis kishte 1 mekteb, 1 medrese dhe 1 mekteb Sibjan. Kurse vlen këtu për fund të theksohet se karshi medreseve apo shkollave të muslimanëve kishte edhe shkolla të jo muslimanëve, ku sipas sallamës së vitit 1874 në qytetin e Nishit kishte 3 mektebe Sibjan, në Leskovc kishte 1 mekteb, në Kazan e Vranjës kishte 2 mektebe dhe numri i nxënësve të këtyre mektebeve jo muslimane ishte 280, në Kazan e Prokuplës ishte 1 mekteb dhe në Iznepol kishte 2 mektebe. Këto janë domethënë gjithë ato dhënat, mirë po është e dhimbshme theksohet se prej këtyre shumicave, shumica objekteve, me thonë kushtimisht apo institucioneve edukative arsimore, ndoshta ndonjë prej tyre ka met sot në këtë kohë, pasi që dihet domon regjimi i Serbisë apo i shtetit Serbisë i ka shkatruar shumicën edhe për fat keq këto shumicën që i përmendim domon nuk i kemi në ditët e sotit. Ju falenderoj për vëmendjen. Në vazhdim, me kënaqësi veçantë do të aftoja doktor Genti Krujen ta lexoj kujtesën e tij një vështrim analitik mbi arsimin islam në Shqipëri. I nderuar mufti, i nderuar kryetar, i nderuar kryesi, shumë të nderuar të pranishëm. Edhe pse tema e kësaj konference i kushtohet një përvjetorit të rëndësishëm të medreses Alaudin të Prishtinës, vetë tematikat që shohim në programin e kësaj konference tregon se Bereqeti medreses Alaudin e ka shtri tematikën e kësaj konference për të folë për mbar arsimin islam në trojë shqiptare ndër shekuj. Prandaj edhe tema ime titullohet një vështrim analitik mbi arsimin islam në Shqipëri. Arsimi në përgjithësi dhe islam në veçanti në trojë shqiptare fillon me medreset të cilat kanë një traditë shekullore. Ata u themeluan shumë shpejt pas pranimit të islamit nga shqiptarët që në shekullin e 15-16. Vazhduan funksionin e tyre edhe pas shpalljes së pavarësisë, por të përballuara me vështirësi ekonomike, didaktike dhe arsimore, pa një kontroll qendror. Sipas informacioneve që kalojnë edhe në revistën e parë zyrtare të komunitetit musliman shqiptar, Zani Nalt, në muajin prill 1927, në Shqipërinë e cunguar nga trojet tjera shqiptare pas vitit 1912, gjendeshin 12 medrese në qytetet Shkodër, Vlorë, Gjirokastër, Kavaj, Durrës, Tiranë, Krujë, Shijak, Peqin, Elbasan, Kosht dhe Berat, të cilat vazhdonin funksionin e tyre. Krahas tyre kishte edhe shumë mejtepe,
pranë xhamive që drejtoheshin kryesisht nga imamet e tyre. Për shkak të mendimit se medreset që gjendeshin nuk u përgjigjeshin nevojave të kohës, u ndje nevoja për të hapur medrese me një stil të ri. Kështu drejtorisë së përgjithshme të vakfeve ju propozua nga Këshilli i Lartë i Sheriatit formimin një medreseje të re në Tiranë dhe me 2 qershor të vitit 1923 në Kongresin e parë të muslimanëve shqiptar u mor vendimi për formimin e medresesë së lartë në Tiranë. Në numrin e 3 të revistës Zani i Lartë të vitit 1923 përcaktoi se medreseja do të përbëhej nga 3 kategori. Pra medreseja do të ishte edhe si një shkollë e lartë, por për arsye financiare nuk u arrit që ajo të ishte një institut i lartë, duke qenë ndoshta edhe i pari universitet në trojë shqiptare. Megjithatë, këtu mbetet për të vlerësuar iniciativa, guximi dhe largpamësia intelektuale e drejtuesve të komunitetit musliman shqiptar të asaj kohe me në krye Haxhi Vebi Dibrin dhe Hafiz Ali Korçën. Vendimi për hapjen e medresesë së Tiranës u pranua edhe nga ana e qeverisë shqiptare të asaj kohe. Medreseja e Tiranës e filloi aktivitetin e saj në emrin Medreseja e Nalt. Sipas vendimit të marrë në Kongresin e 3 të muslimanëve shqiptar, të mbajtur në vitin 1929, u mbyllën të gjitha medreset e tjera me përjashtim të medresesë së Tiranës. Për shkak të këtij vendimi, emri i medresesë së kryeqytetit u ndryshua, duke u emërtuar si Medreseja e Përgjithshme. Ndërtesa e bërë për medresën e Tiranës përfundoi në vitin 31. Ajo brenda disa vitesh u bë një institucion serioz i cili ndihmoi formimin e identitetit kombëtar dhe fetar të nxënësit. Medreseja qysh nga fillimi i edukimit zbatoi një program bashkëkohor. Në programin që ndiqte medreseja, ju dha përparësi disa lëndëve që lidheshin me kulturën e përgjithshme, si gjuha dhe letërsia, ashtu siç ndodhte edhe në shkollat shtetërore. Cilësia e mësimdhënies në medrese nuk lidhej vetëm me një shkak apo me disa lëndë, por lidhej me të gjitha lëndët që gjendeshin në program, dhe kjo gjendje sillte si rezultat rritjen e nivelit shkencor dhe atij kulturor fetar të nxënësve. Menjëherë pas instalimit të komunizmit në Shqipëri, në vitin 1944, filloi dhe presioni dhe persekutimi ndaj prizëve fetar, duke arrestuar dhe burgosur shumë hoxhallar dhe mësues të medresesë së Tiranës. Duke vazhduar procesin e edukimit në kushte të vështira, në vitin 1964 medreseja u mbyll përfundimisht. Ndërkohë në vitin 1967 u ndaluan të gjitha besimet fetare me ligj, u mbyllën komunitetet fetare dhe veprimtaritë e tyre. U shkatruan mbi 1000 xhamia, objekte të tjera kulti. U sekuestruan biblioteka e të gjithë klerikëve, ku shumica e librave u doxën, u asgjësuan. U sekuestruan të gjitha pronat vakf dhe kështu Shqipëria u shpall shtet ateist. Komuniteti musliman, i cili që mbyllën në vitin 1967, u rihap edhe një herë për të vijuar veprimtarinë e tij pas vitit 1990. Me rihapin e komunitetit në natë njëshin, u rihap sërish edhe medreseja e Tiranës, e cila u ndoq prej hapjes së medresesë së Shkodrës, ndërsa në vitet pasardhës u hapën medreset në Durrës, Kavaj, Berat, Koshte, Elbasan. Filozofia e medreseve të Shqipërisë sot, edukimin e ka parë nga disa këndvështrime të gërshetuara mes vete: islam, human, psikologjik, kombëtar, social dhe universal. Për sistemin arsimor të komunitetit musliman sot, ndarja të menduarit fetar nga shkencat natyrore shkon kundër frymës së Kuranit, sepse ai e rekomandon qartë lidhjen e besimit me shkencat natyrore dhe humane. Sistemi edukativ i medreseve hapi rrugën për një epokë të re, duke ribashkuar sistemin edukativ bashkohor me sistemin klasik të medreseve të dikurshme. Kështu mund të vërehet se nuk ekziston ndonjë mospërputhje apo përplasje ndërmjet shkencave natyrore dhe vlerave, qofshin ato fetare dhe etike apo sociale. Lëndët fetare janë integruar në kurrikulat zyrtare të medreseve në mënyrë të tillë që të jenë mbështetëse edhe të tematikat të trajtuara në lëndët e edukatës qytetare. Duke qenë se njeriu që jeton në sistemin demokratik ka shumë përputhje me besimtarën dhe tematikat e përbashkëta të këtyre lëndëve janë të shumta. Lëndët fetare që zhvillohen në medreset e ciklit 9 vjeçar dhe atij të mesëm, të lartë në Shqipëri janë Kurani famlar, komentimi i tij, tërheqja profetike dhe kultura islame, njohja e besimit, kultura islame e tjerë. Këto lëndë luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin e atributeve që kërkon formimin një qytetari të mirë, të dobishëm, aktiv dhe kontribues për veten dhe shoqërinë. Sot komuniteti musliman i Shqipërisë, si institucion shekullor në sistemin e vet arsimor, tashmë përfshin të gjitha ciklet e arsimit dhe krahas medreseve, ajo ka në funksion edhe Universitetin Bedër, i cili është themeluar në vitin 2011 me kërkesë të komunitetit musliman dhe vendim të Këshillit të Ministrave, i cili miratoi licencën për ushtrimin e aktivitetit si institucion e arsimit të lartë. Bedër
ofron programe studimi, të cilit të parë të dytë me 2 fakultete dhe 6 departamente, të cilat ofrojnë 7 programe studimi të nivelit të parë, bachelor, dhe 11 programe studimi të nivelit master. Në Universitetin Bedër, siç e dini, është departamenti i shkencave islame, i cili deri tani ka pasur 178 student nga 15 shtete të ndryshme. Nga viti 2014 deri më tani janë diplomuar në bachelor gjithsej 85 student, ku 72 prej tyre ndjekin studimet në nivelin master. Dhe si përfundim, besoj se tani ka ardhur koha që ashtu siç e kemi folur edhe në takimet tona zyrtare dhe shoqërore midis bashkësive tona islame shqiptare, në gjitha trevat shqipfolse, ku për të mirën e përbashkët duhet të shkojmë drejt unifikimit të teksteve mësimore të lëndëve fetare në përgjithësa medreset shqiptare, dhe pastaj edhe të kurrikulave dhe literaturës islame në fakultetet e shkencave dhe të studimeve islame në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Ju falenderit dhe sukses e konferencës e jetë të gjatë medreses Alauddin dhe të gjitha medreseve tona. Profesor Qerim, i cili vjen nga Shkupi, po e kalojmë pra në këtë seancë. Po, është seancën e dytë. Po, të flet për medresen Meda dhe ato Allah të ndi kur tishin. Faleminderit. I nderuar mufti, nderuar kryetari i komunitetit musliman, të nderuar të pranishëm. Punimi im mbështetet në burimet arkivore të Maqedonisë, konkretisht në fondet të Bashkisë Islame midis periudhës kohore 1919-1921. Që në fillim desha theksoj se medreset, sipas këtyre burime, konsideroheshin si shkolla të para e të vetme osmane deri në mesin e shekullit 19. Kështu e konsiderojnë këta dokumente, kur autoritetet osmane filluan t'i hapin edhe me tepet. Me qenë se asaj kohë medreset përbënin qendrat e vetme arsimore, praktikoj që gjatë ngritjes së çdo xhamie më të rëndësishme të hapet edhe një medrese. Ishin të rrallë ato xhamii të cilat nuk posedonin medreset e tyre, e nëse nuk i kishin të njëjtat konsideroheshin si xhamia të varfara. Në to, krahas lëndëve fetare, ligjëroheshin edhe disa lëndë tjera si gjeografia, historia, matematika e lëndët tjera. Të dhënat arkivore hedhin dritë se në qytetin e Shkupit deri në vitin 1912 kishin funksionuar gjithsej 8 medrese. Medreseja Meda, medreseja Hunkajar, medreseja e Hallajës, medreseja i Sabeut, medreseja Qebir Mehmet Çelebi, medreseja e Mustafa Pashës, medreseja e Yahya Pashës dhe medreseja Raqeli, përkatësisht e Haxhi Ismail Agës. Me shpërthimin e luftës parë ballkanike e vendosjes së trupave pushtuese serbe në këtë qytet, u ndërpren edhe puna e këtyre medreseve. Nga 8 medreset e sipër përmendura, si më e vjetra konsiderohet të jetë medreseja Meda, gjithnjë sipas këtyre burimeve, e cila mendohet se ishte themeluar rreth viteve 1397 apo 1398. Në një dokument që gjendet në fondin e medreses madhe, të hartuar Kralë Aleksandr, hartuar në vitin 1935, përshkruhet historiati i kësaj medrese, pra medreses Meda. Unë po e citoj një pjesë këtij historiati. Citoj: "Kjo medrese është ndër medreset më të vjetra në Shkup. Gjendet në oborin e xhamisë Meda. Është ndërtuar nga udhëheci i Shkupit Gjigit Pasha rreth vitin 1397-98. Kjo medrese ka dhënë shumë personalitete të shquara, midis të cilëve më i njohuri është filozofi Lutfullah Efendiu. Emrin Meda e ka marrë nga mytërizi i parë Baba Meda apo Sheh Meda, emri i vërtet i të cilit ishte Mudehin. Krahas medreses gjendet edhe Tylbeja, ku gjendet varri i Gjigit Pashës e jo i Baba Medahut, siç është menduar më herët. Nuk dihet saktësisht se në cilën mënyrë është mirëmbajtur kjo medrese, por se supozohet se e kanë mirëmbajtur njerëzit e pasur. Me luftat ballkanike ajo pushohej së punuari dhe më vonë ajo shfrytëzohej si teqe, ndërsa pas 10 viteve, kur u hap medresja e madhe Kralë Aleksandri I parë, me iniciativë të Ataullah Hoxhës u hap sërish. Vitin e kaluar, pra 1934,
doli gjenerata e parë prej 6 nxënësve. Mbarimi citatit. Në fakt, rihapja e medreses në fjalë ndodhi një vit para medreses krah Aleksandri i parë. Përkatësisht me 7 nëntor të vitit 1923, kur kryeshefi i Ministrisë për Fe në Shkup, Hasan Rebac, me kërkesë të Myftinisë Supreme në Beograd, solli vendim me të cilin Ataullah Efendi Kurtishi u emërua muderis, pra profesor i teologjisë pranë medreses Meda në Shkup. Emërimin e tij për muderis e shohim edhe në certifikatën që Myftinia e Qarkut të Shkupit me 15 qershor 1927 i adresoi Ataullah Efendi Kurtishit, ku fillimisht në të thuaj, citoj: me kërkesë të Myftinisë së Qarkut të Shkupit nga data 4 tetor 1923, numër 61, ndërsa me propozim të Myftinisë Supreme, numër 1110 thije për 23, vendimin e Ministrisë për Fe nga data 7 nëntor 1923 në numrin 4495, Ataullah Efendi Kurtishi është emëruar për muderis pranë medreses Medah në Shkup. Mbarimi citat. Më pas në të përcaktoheshin lëndët që ai duhej t'i mbante me talebet e asaj medrese, si që ishin gjuha arabe, mësim besimi fetar, teologjia e shkenca, morali e pedagogjia. Shkollimi në këtë medreses gjaste gjithsej 12 vite, të ndarë në 2 cikle, 8 vite parashkollor dhe 4 vite specializim. Të diplomuarit e kësaj shkolle merrnin titulli muderis, pra profesor i teologjisë, dhe ishin njohës të mirë të gjuhës arabe e të osmanishtës. Tash disa fjalë për Ataullah Efendi Kurtishi. Kush ishte Ataullah Efendi Kurtishi? Deri më tash janë publikuar një sër punime studimore kushtuar kësaj figure të madhe fetare kombëtare shqiptare. Mirëpo, në mungesë të burimeve relevante arkivore, pjesa dërmuese e tyre mbështeten në të dhënat gojore, aty këtu edhe në shtypin e kohës. Në arkivin e Maqedonisë ekziston fondi i posaçëm dhe shumë i vëllimshëm i Bashkisë Islame, përkatësisht Mejlisi të ulemas në Shkup, në suazet e të cilit ofrohen të dhëna të bollshme si për figurën Ataullah Hoxhës, po ashtu edhe për medresen Meda e talebet e saja brenda harkut kohor 1923-1941. Gjithgjë në mbështetje të këtyre burime shohet se Ataullah Efendi Kurtishi kishte lindur në vitin 1874 ose 1875 në fshatin Studeniqan rreth i Shkupit. Mësimet e para fetare i kreu në mejtepin e fshatit, ndërsa më pas në medresen Meda. Si medresant i dalluar, ai së bashku me ish-deputetin e Shkupit Sajt Hoxhën u regjistruan në Universitetin e Stambollit në Fakultetin e Shkencave Islame, ku pas diplomimit emërua asistent i atij fakulteti. Në vitin 1914 kthehet në vendlindje, ndërsa në vitin 1918 organet policore serbe e internojnë në Çaçak të Serbisë. Me vendimin numër 7093 të lëshuar me 24 maj 1919 nga kryeshefi i atij qarku, Ataullah Efendi Kurtishi kthehet në Shkup, nga ku depërtohet për në Turqi. Në vitin 1923, pas ardhes në pushtet të Kemal Ataturkut dhe krijimit të Republikës së Re të Turqisë, si shumë ulema tjerë, edhe Ataullah Kurtishi u vlerësua si armik i përbetuar i atij pushteti dhe si i tillë u burgos e u dërgua për të pushkatuar pa ndonjë proces gjyqësor. Deri te kjo nuk erdhi, pal disa shokëve e miqve të tij, të cilët arritën ta nxjerrin nga qelitë e burgut të Stambollit dhe në mënyrë ilegale e dërguan në Kairo të Egjiptit, ku pasi pajiset me shtetësinë angleze, kthehet sërish në Shkup. Ashtu siç u tha më lart, me të kthye në Shkup, Ataullah Kurtishi në bashkëpunim me Shepki Beun e disa përkrahas tjerë të tij inicioi dhe rihapi medresen Meda. Kjo shkollë fetare për autoritetet ateshme serbo-madhe brenda Mejlisit të ulemas në Shkup u vlerësua si pengesë për realizimin e politikës së tyre asimiluese, përkatësisht zhdukjen e traditës e të kulturës shqiptare të popullsisë muslimane dhe mbjelljen e të kulturës serbe, një politikë e cila zbatoi përmes medreses madhe Krah Aleksandri i parë. Një politikë e tillë, veç pas u shpreh minjer pas sjelljes së kushtetutës së parë të BFI-s në vitin 1930, ku në buxhetin e Mejlisit të ulemas për vitin 1932 nuk u parapan as çfarë mjete për medresen Meda
përkatësisht mjetet e kësaj medreseje jo se ishin dedikuar për financimin e shoqatës Gajret, si dhe dhënien e bursëve për studentët jashtë vendit. Më njëherë pas publikimit të buxhetit, reagoi Atullah Hoxha, i cili në dhjetor të vitit 1931 përmes një letre i drejtohet banit të Shkupit, ku fillimisht e përshkruan rolin e përgjithshëm fetar të medreseve në të cilat ligjërohej para së gjithash gjuha arabe si gjuhë klasike, me të cilën gjuhë janë shkruar të gjitha librat për teologjinë, etikën dhe të drejtën islame, thekson Atullah Hoxha. Medrese të tilla, thekson më tej Kurtishi, ka pasur në çdo rreth të ish vilajetit të Kosovës. Mirë po sot, nga ata, kanë ngelur vetëm kjo në Shkup, me 40 nxënës nga të gjithë viset që i mbulon Mejlisi i Ulemas. Duke e përshkruar politikën e udhëheqjes së BFI-s pas miratimit të kushtetues, Atullah Kurtishi shpreh, citoj: "Tash pas sjelljes së kushtetues së Bashkisë Islame, është menduar se vëmendja në radhë të parë do t'i kushtohet kësaj dhe shkollave të ngjashme të tilla me qëllim të krijimit së më parë të njerëzve të ri të arsimuar për punë në shtresat e gjera të popullsisë si imam, hatib, muezin, vaiz. Mirpo, thuhet në vazhdim, duke qëndruar pas çdo regjimi e duke në përkëmbur interesat fetar të kësaj pjese, ka ardhur deri te ajo që ne sot do mos kemi as numër të mjaftueshëm të personelit fetar, sepse nga ata që janë hasur shumë prej tyre kanë vdekur ose janë shpërngulur, me çka nuk ka kushte t'i edukoj e t'u kryej shërbime fetare, sepse medreseja e madhe nuk përgatit në punës të ngjashëm fetar. Me njerë pa kësaj letre, Mejlisi i Ulemas urdhëroi prokurën e Vakëfit me Arif për qarkun e Shkupit që të kryej inspektimin në medresen Meda dhe pas kësaj të raportoj për pikat si më poshtë. Citoj: 1. Nga cili pushtet, kur dhe në cilën numër është lejuar hapja e medreses Meda në Shkup. 2. Me vendimin e cilit pushtet, kur dhe në cilin numër Zoti Kurtishi është emëruar për mëderis. 3. Çfarë programi ka medreseja dhe a realizohet? 4. Prokura si pushtet mbikëqyrës i drejt për drejt, a e ka inspektuar medresen dhe çfarë është konstatuar? Nëse kjo deri më tash nuk është kryer me njëherë, dhe të kryet e të dorëzohet raporti detajuar i cili dhe të tjera do të përfshi edhe propozimin e prokurës për atë se a thua medreseja të ngel edhe më tej ashtu siç është, ose të riorganizohet dhe në cilën mënyrë, ose së fundi të mbillet eventualisht. Mbarimi i citatit. Ndërkohë, në vitin shkollor 1932-33, me urdhër të Mejlisit të Ulemas, prokura e Vakëfit me Arif për qarkun e Shkupit shkarkoi Atullah Hoxhën nga detyra medreses Beda e në vend të tij për mëderis emëroi Recep Remziun, miftiun e Mitrovicës. Një vendim i tillë u hodh poshtë si nga Myteveliuja Vakëfit Meda Shefki Beu, po ashtu edhe nga talebet që këta të fundit në mënyrë të refuzuan shkarkimin e profesorit të tyre Atullah Efendi Kurtishi. Lidhur me këtë, udhëheqja e Mejlisit të Ulemas më 1 shkurt të vitit 1933 i raportonte Kryesisë Supreme të BFI-s në Beograd se Shefki Beu ka penguar zbatimin e vendimit të Mejlisit të Ulemas të datës 31 dhjetor 1932, sipas të cilit Recep Remziu do të merrte detyrën mëderis në medresen Meda. Me këtë sjellje, thuaj në vazhdim të raportit, Shefki Beu, i cili përndryshe është Myteveli i Vakëfit Meda në Shkup, kanë manifestuar armiqësi ndaj institucioneve e organeve të bashkisë fetare islame e në mënyrë të veçantë ndaj këtij Mejlisi të Ulemas. Një ndërhyrje tjetër ndaj politikës fetare arsimore të medreses Meda, udhëheqja e BFI-s në Shkup e ndërmori në vitin 1935, e cila në atë kohë kishte arritur ta përfitojë për krahasin më të fuqishëm të Atullah Hoxhës, Shefki Beun, i cili, siç do të shohim në vazhdim, ka një alat u shndërrua në armik më i përbetuar i tij. Përjedhoi në vitin shkollor me nismën e Shefki Beut, Mejlisi i Ulemas me asistencë të forcave policore, ndërhiri brutalisht në hapësirat e medreses Meda, me çrast largoi me dhunë mëderizin e asaj shkolle Atullah Efendi Kurtishin e në vend të tij për mëderis emëroi Aziz Feta. Kjo ndërhyrje
represive shkaktoi revolt e pakënaqësi të madhe nga ana e talebëve të kësaj medrese, të cilët siç i shkruante Aziz Feta Mytveliut Shepkibeu, citoj, në thirrjen time, ata nxënës listën e të cilëve po e bashkangjes, në listë ishin 30 talebe, mesin e tyre ishin edhe disa personalitetet të njohura, ndërta edhe Haki Taibi. Kam listën 30 vitin 1935. Ka fundi jam. Refuzuat ta pranojnë emërimin tim si qytetarës i përgjithshëm e të veprojnë sipas urdhrit tim, por se tashmë kanë deklaruar se mua nuk më pranojnë si qytetarës, se ata përkundër emërtimit tim si qytetarës do të ngelin në medrese dhe se ata nuk do të nështrohen udhëresave, as do të respektojnë udhëzimet. Dhe me kanë kërcënuar se do të pengojnë punën time si qytetarës nëse ka nevojë edhe fizikisht. Në vazhdim të letrës, Feta kërkonte që përmes organeve policore të ndërmarrin masa represive me qëllim siç do të shprehet, citoj, që të përmendurit ose të detyrohen në respektimin e urdhëresave ekzistuese të pushtetit fetar ose me forcë të largohen nga medreseja. Një situatë e tillë zgjati deri në korrik të vitit 1936, kur urdhëheqja e përkohshme e Mejlisit të Ulemas në krye me Naibin Feizi Haxhi Hamzić u detyrua që Ataullah Hoxhën ta riemëroj për qytetarësisë të medreses në fjalë. Duke e përmbyllur këtë paraqitje, dëshiroj të vënë në dukje faktin se Ataullah Efendi Kurtishi, krahas aktivitetit për krijimin e kuadrit të mirëfillt fetar, ushqua edhe në aktivitetin për pengimin e shpërnguljes së dhunshme të shqiptarëve musliman për në Turqi nga pushteti i atëhershëm serbomat. Në zgjedhjet e para të Mejlisit të Ulemas në Shkup, të cilët u mbajtën me 30 maj 1937, lista e Ataullah Hoxhës fitoi 6 antar, nga gjithsej 27 sa numëronte, ku vendi me Arif i Shkupit dhe së bashku me 13 anëtarët e listës së Ferhat Dragës, kjo bashkësi përfundimisht u qirua nga klika serbo-madhe, ndërsa Ataullah Hoxha, krahas Sherif Langut, Mulla Idris Gjilanit dhe Bedri Hamidit u zgjodh anëtari i Mejlisit të Ulemas së Shkupit, organ më i lartë i BPI-s në këto hapësira shqiptare. Faleminderit profesor Vita për kumtesën me të dhëna arkivore për një figurë shumë markante të thoja të historisë tonë. Meqense për këtë pjesë të konferencës u shterën referuesit,